Ja cili është sekreti si të gatuani orizin njësoj si me restoranti. Orizi i bardhë është veçanërisht i dëmshëm, një filxhan i tij përmban 200 kalori, 27 dhe shumë ushqyes të tjerë. Megjithatë, shumica prej nesh e gatuajnë shpesh orizin dhe ky truk i thjesht do të reduktojë nivelin e kalorive duke shtuar ushqyesin në të njëjtën kohë. Ky sekret ka të bëjë vetëm me shtimin e një përbërësi, vaj kokosi. Sipas doktor James, i cili ka bërë një studim mbi vlerat ushqyese të orizit, shpjegoi, orizi mund të gatuhet si zakonisht, i vetmi ndryshim është se para se të vendosni orizin në ujë të vluar, shtoni pak vaj kokosi rreth 3% të masës së orizit. Eksperti zbuloi se mund të keni edhe një ndryshim radikal për shijen e tij. Sipas Healthy Food House, duhet të shtoni edhe përbërësit tuaj më të preferuar. Është e rëndësishme që përpara gatimit orizit të lahet mirë dhe më pas të kullohet në mënyrë që të ketë edhe një shije më të mirë.